Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 30 vjeç dhe kam pak muaj që kam kurorzuar martesën time. Nusja ime është 23 vjeçe. Është një vajzë e qetë dhe shumë e lidhur me njerëzit e shtëpisë së saj. Familja e saj është e madhe dhe shumë e bashkuar. Prindrit e saj jetojnë në një shtëpi me oborr në periferi dhe bashkë me ta jeton edhe halla e gruas. Halla e gruas ime është 38 vjeçe. Ajo nuk është martuar asnjëherë dhe ka qëndruar gjithmonë aty, në shtëpinë e vëllavut të saj, pra vjehrit tim. Për moshën që ka, është një grua që nuk ka asnjë ndryshim nga gruaja ime që është 23 vjeçe. Ajo me të vërtet duket shumë e re sepse është shumë e bukur. E mban veten dhe është shumë e kujdesshme. E që në ditët e para, kur nisa të shkoj në atë shtëpi për vizita, vura re diçka tek sjellja e saj. Sa herë që shkonim për drekat e fundjavës, ajo ishte aty. E mënyra se si me priste, e si me fliste, e sidomos si me shikonte kur ishim të ulur në tavolinë, ishte diçka që më thoshte, kjo do diçka. E në ato drekat e gjata familjare, ku vjehri fliste për hallet e përditshme, e vjehra merrej me ushqimin, halla e gruas ulej gjithmonë diku përballë ose pak anash meje, por gjithmonë e kisha aty, e gjithmonë më rinte pranë. Po kur unë flisja për punën time, apo për planet tona me gruan, ajo me dëgjonte me një vëmendje të tepruar, duke miratuar çdo fjalë timen, e çfarëdo që thoja unë, ajo ishte dakord me mua. Unë e kuptoja mirë, kuptoja gjithçka, por s'mund ta lëshoja veten me njëherë. Nuk jepja asnjë shenjë që kisha diçka, thjesht pija gotën time me lëng, e bëja biseda normale me të zotin e shtëpisë, me vjehrin tim. Nusja ime, duke qenë e re, ishte shumë e pafajshme në këto gjëra. Ajo nuk e vinte re fare këtë lloj vëmendje që me jepte halla e saj, e përkundrazi, i dukej si një dashamirësi e madhe nga ana e saj. Një mbrëmje, pasi ishim kthyer nga shtëpia atyre, e porinim në sallonin ton me nusen, nusja po me fliste për hallën. Halla të ka shumë qef, më tha ajo, me një lloj gëzimi dhe krenarie. Sa herë që ne jemi aty dhe ti del pak në obor me babin, ajo vetëm të lavdëron. Sot më tha prap se sa me fat jam që të kam gjetur ty. Më tha fjalë për fjalë që jam me fat që kam një burr kaq të pjekur, e të bukur, e të zotin e vetes, dhe rrallë gjen burra të tillë sot. Kështu me tregonte gruaja ime që a kishte thënë halla e saj për mua. E kur dëgjova ato fjalë nga nusja, gjërat u bën plotësisht të qarta për mua dhe ato pikpyetëse që kisha me parë u zhduken. Për nusen time, halla ishte thjesht një njeri i mirë që po me vlerësonte, por unë e dija saktësisht se çfarë fshihej pas atyre fjalëve. E dija se çfarë donte halla në të vërtetë. Thjesht e dëgjova nusen, i thash që edhe unë i respektoj shumë njerëzit e saj dhe e lash me kaq atë muhabet. Nuk kisha ndërmend të hapja tema që do ta turbullonin. E kështu ditët kaluan, edhe ne vazhduam rutinën tonë të punës. E një paradite, në mes të javës, dola në qytet, kisha lënë makinën në një parkim me pagesë, e po ecja në këmbë drejt qendrës për të mbaruar disa pagesa në bank.
Koha ishte e mirë, e rrugët ishin plot me njerëz. Teksa po esja në trotuar, pash hallën e nuses. Ishte e veshur bukur, ishte e veshur aq ngushtë sa që unë shihja të gjithë format e saja, e ajo mbante një çantë në krah, e po este në drejtimin tim, dhe ishte vetëm. Kur u ofruam i fola, ajo ndaloi e u habit pak kur me pa aty. Po si e mordhëndre, çfarë po bën këtej, me pyeti ajo. Pata disa puni, thash. Po eja, nëse ke kohë, e japim një kafe te ky lokali këtu. Ajo nuk nguroi fare, shikoi rrotull, e pastaj më tha eja pra të shkojmë. Hym në një lokal të qetë, zgjodhëm një tavolinë në një cep të jashtëm, ku nuk kishte fare njerëz, e ulëm. Porositëm nga një kafe, e unë vendosa të mos humbja kohë, me biseda për motin apo për familjen, por e pash drejt në sy i fola hapur, sepse doja të vërtetoja atë që dyshoja që një kohë të gjatë. Me trego a ke pëlqim për mua, i thash asaj, e ndërsa ajo u skuq në fytyrë dhe s'po me fliste. Fol, i thash, pse nuk me tregon që unë të pëlqej. E ndërsa ajo e mbajti filxhanin në dorë, e nuk e ngriti me njëherë të goja, e nuk e priste këtë pyetje kaq direkt nga unë, sidomos aty, në mes të ditës, në kafen e parë që pim bashk. U mendua pak, e me zi zëri i doli. Nuk dua t'ju prish punë, me tha ajo. E kjo ishte një pranim i plot i situatës. Me tregoni jo meq, çfarë kisha të prisja më tepër. Më vjen mirë që nuk e mohoj. Ne nuk do të prishim asnjë punë, i thash unë. Askush nuk do ta kuptoj këtë gjë, dhe askush nuk ka për ta marrë vesh kurrë. Eja të shkojmë në një vend ku mund të bisedojmë vetëm për vetëm, sepse këtu mund të na shohin të gjithë, i thash asaj. E ajo nuk bëri fare rezistencë dhe pranoi. Unë e kam pak makinën larg në parking, i thash unë. Ti pritet dera e këtij lokali e unë do të vite të marr, e mos lëvizje këtu. Unë ngrita nga tavolina, pagova dhe eca drejt parkingut. Shkova me shpejtësi, pothuajse po vrapoja sepse nuk më pritej. Mora makinën dhe u ktheva në rrugën kryesore, e ajo po priste fiks aty ku e lash. Sa po hapa krahun, ajo u fut shpejt në makinë tek sedilja e parë, mbylli derën e unë u nisa me njëherë, e halla dukej mjaft e shqetësuar, sikur kishte shumë frikë. Gjatë rrugës nuk folëm shumë. Unë thjesht i dhash makinës për të dalë nga trafiku, e mora rrugën për në periferi, aty ku mbarojnë pallatet, e fillojnë ca shtëpi private. E dija shumë mirë një vend, e dija që atje ishte një shtëpi e vjetër e braktisur tek një rrugë në fund të rrugës, e ajo shtëpi nuk kishte pronar aty. Njerëzit e kishin lënë prej vitesh. Ishte një shtëpi e braktisur ku nuk kishte as dyere as dritare, e ishin vetëm muret dhe një çatije e vjetër. Ishte një vend që më lëvërtiste. Rrotulla e saj shtëpie kishte vetëm ferra dhe pemë të thata, e nuk kalonte asnjë makinë andej, e nuk e shihte askush. Parkova makinën pak më larg, pas një muri të shembur, edhe dolem jashtë. Eca përpara, e ajo vinte pas meje. Hyrem brenda asaj shtëpie të vjetër, përmes asaj që dikur kishte qenë dera kryesore. Brenda kishte pak pluhur, kishte mure të gërvishtura, por ishte qetësi, e aty nuk na shihte e nuk na dëgjonte askush. Tani mund të flasim lirshëm, i thash hallës. E ajo qëndroi përballë meje, e biseda jon u nxe shpejt, e ajo më tha se e kishte mbajtur atë pëlqim për mua që nga dita e parë që më pa, por dukej shumë e vështirë që të ma thoshte
sa herë që unë isha në shtëpinë e tyre, e ajo nuk dinte si të vepronte. Unë e dëgjoja dhe e kuptoja se sa shumë e kishte pritur ajo këtë moment. E mes atyre emocioneve, fjalët u bën gjithnjë më të pakta. Flisnim e ofroheshim pranë njëri tjetrit gjithnjë e më shumë, derisa fytyret tona u bashkuan e imja me të sajen. E kapa nga mesi e e tërhoqa drejt vetes. E ajo nuk bënte asnjë hap pas, përkundrazi, ofrohej vet. Kur ajo mbështet tek unë, e ofrova edhe më shumë, e ndërsa ajo mbylli syt, e aty, në shtëpi të braktisur, filluam ngadalë që të putheshim. Po putheshim në buzë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.